Në këtë ditë, Pashka është një festë e gëzuar për të gjithë ne, sepse varri është bosh dhe Krishti nuk është në kryq, por është i ringjallur, edhe është i gjallë. Kjo tregon se ka shpresë për të gjithë ne. Por nuk ishte kështu atë ditën e Pashkës. Kur gratë shkuan tek varri, ato e pan varrin bosh dhe u tmerruan me atë që gjetën, sepse nuk gjetën trupin e Krishtit atje brenda. Dhe thanë, e kanë hequr, nuk e dim ku është vend. Por në këtë kohë, Krishti ju shfaqet atyre i gjallë dhe ju thot të shkojnë dhe t'ju tregojnë të gjithë dishepujve sa i e mbajti fjalën dhe se është një Zot i gjallë. Perëndia e mba fjalën edhe në ditët e sotme. Ai na gjen ne në vetmin ton, në varfërinë ton, në budallëkun ton, në gënjeshtrat tona, në urrëtiet tona, dhe Perëndia vjen në jetën ton dhe sjell një varr bosh, faljen, gurin të hedhur tutje, është një rrugë e hapur për të gjithë ata njerëz që duan ta njohin atë si personal në jetën e tyre. Të dashur vëllezër dhe motra dhe dëgjues të Radio Emanuel, Krishti është i gjallë dhe kjo është shpresa më e madhe për çdo njeri që dëshiron të vendos rrugën e tij drejt me Perëndinë. Mundësia është e hapur, varri është bosh, kërkon zemrën tënde, jepja zemrën Perëndisë dhe mos jeton në një varr të mbyllur, por jeton në një botë që ka shpresë për ty, që një ditë Perëndia dëshiron të t'jap gjithçka për jetën tënde, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa që dha birin e tij, Jezu Krishtin, që kushdo që beson atë të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme.